Verelindja e vendit është përfshirë gjatë 24 orëve të fundit nga reshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar të shoqëruar her pas here me era të forta, duke sjellë problematika kryesisht në zonat rurale të qarkut Kukës. Në zonën e Alpeve në Verelindje, në lartësi të mbi 900 deri në 1000 metër, pati reshje dëbore me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatar. Sipas kushteve të qëndrueshme atmosferike, disa fshatra kanë mbetur pa energji elektrike. Sipas Komisionit të Mbrojtjes së Civile, probleme me furnizimin me energji elektrike janë evidentuar në fshatrat Pist, Mgull, Gdhesht, Leproj dhe Qam që i përkasin njësisë administrative Malzi në bashkinë Kukës. Ekipet e OSHE-s në terren punuan për rikthimin e energjisë në zonat e prekura. Reshjet e rëna gjatë natës kanë shkaktuar gjithashtu rënje gurësh dhe inertësh në disa segmente rrugore, kryesisht në akset dytësore dhe rrugët që lidhen zonat malore me qendrat e njësive administrative. Situata është mbajtur në monitorim nga strukturat përkatëse, ndërsa ndërhyrjet kanë qenë të shpejta për të shmangur bllokimin e rrugëve. Sipas të dhënave zyrtare, të gjitha akset rrugore nacionale janë të qarkullueshme dhe nuk raportohen bllokime apo vështirësi serioze për lëvizjen e mjeteve. Autoritetet u bën thirrje qytetarëve të automjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht në zonat malore ku mund të ketë rënje gurësh si pasojë e rreshjeve. Nga bashkitë Kukës, Tropoj dhe Has nuk ka raportime për problematika të tjera, dëme materiale apo rrezik për banorët. Strukturat e emergjencave civile vijojnë të jenë në gatishmëri ndërsa situata po monitorohet në vazhdimsi në rast të përkeqësimit të kushteve të motit.